Autori fillan mas pari për të na treguar se çka duhet me bëu haxhiu para se më unis në haxh, e pastaj edhe kur të arrin në Mekë, e pastaj fillon me procedurat e tjera të haxhit, sikurse ihrami, tawafi e kështu me radhë. Ne hapë kuptu me këtë renditje autori të nderuar vëllezër se për çdo adhurim duhet me unis para se me hinë adhurim. Më përgatit para se me hinë adhurim. Nga se nëse njeriu hyn në adhurim direkt nga dunja, direkt në adhurim, derisa ai të merr veten ku është gjysë adhurimit shkon apo. Ai që e ka bën niyet me bu haxh, duhet fillimisht me u pendu tek Allahu mënduar. Shikoj fillon me tauben, hala pa shkuar atje. Don këtë njerëzit kanë përshtypjen ose shumica e kemi përshtypjen domosë se nën haxh shkojnë me u fal mëkatet apo. Atje më pastro. E pse këtu? E fillon me tauba. Don gjithçka duhet njëri me pas në shërbim të një qetësie shpirtërore, me kërkon problemas me pas. Sa më tepër eliminon telashat apo, sa më tepër eliminon debatin, nga se e dini çdo fjalosje, çdo domethën fërkim zhvendos nga fryma e heretit. Duhet më kthyen në dunja mund. Në çdo dola po më kthejnë në zonë dunja, e të dunja dihet ka për lame, ka fjalosje, ka hasad, ka gjithçka. Del pisa me çka të kofta apo. E pikësa që duhet me përjetu është edhe domosht kur të vesh ihramin me kujtu normal veshën e kujna. Veshën e qefinit apo. Prandaj ihrami nuk është petë i dunjos. Ihrami nuk është petë i dunjos. Çaj ihram veshet veç në haxh. Te guri i zi kur e çon dorën, e prek nëse ka mundësi, por s'ka mundësi me prek, është e trajton këtë çastin raport me gurin e zi një lloj besatimi me Allahun Azza Xhel. Se si besën kur e kanë pejgamberin sahabët apo të na besën se kanë më të bëu. E aty te guri i zi e ka thënë Allahu gurin e zi prej xheneti apo që më përshëndet. Përshëndetje të një besatimi, se pej tash e tutje, realisht ndryshe kanë me kon. Po e nisën tre, sajin Safa dhe Merva, po kur shkon Safa dhe Merva, i kujtohet mizani. Çto kur më lexuam çuditën këtu. Kur Safa dhe Merva më ka kujtuar mizani. Kujtohem se çfarë është. Po pse mizani? Se mizani ka dy anë, është i madh, po. Me një anë në vepër. Po të si është për një anë, apo atë kujtoj që kështu apo që shkojmë të gjujt veprat, herë një anë mizon, herë një anë mizon. Cëllon ka më shumë mizonin peshor ditën e gjykimit apo. E kur shkon në Medinë pejgamberit alayhis salatu wasalam, normal smush pa për Medinën apo. Se Mekka dhe Medina janë lidhë din kiamet bashkë me kon apo. Apo pej kur i ka lidhë Allah xhallahu ala me hijrat pejgamberit janë të pandamë. Ligjërata të plota të serisë Minhajul Qasidin i gjeni të mërkurën për orës 18:30 në YouTube dhe në aplikacionin Enis Rama.